Përshëndetje, mi mbrëma dhe mirë se keni ardhur në këtë edicion. Ky është një auto-podcast me Muhamet Bishkën, i cili vetë pyet edhe vetë përgjigj. Është më shumë një bisedim me veten dhe në minutat në vazhdim të doja të ndaja mendimet e mia në lidhje me punën online, vetë punësimin, pse kam nisur këtë projekt, çfarë më shtyn edhe pas 12 viteve që të vazhdoj dhe të punoj njësoj si ditën e parë kur e kam nisur këtë projekt. Pra, çfarë është ajo që mua më nxit? Dhe një pyetje që i kam bërë vetes në fillim, dhe këtu ka nisur gjithçka, domethënë. Gjithçka ka nisur me pyetjen çfarë do Muhamet Bishka? Në 2013 kur kam qenë në një trajnim në Durrës me ekipin tim në atë periudhë që punoja për një kompani zviceriane, më bë një pyetje, e kam thënë edhe në herë të tjera, në video të tjera ndoshta. Një pyetje që kishte 3 gërma. Çfarë do Muhamet Bishka? 3 fjalë, 4 fjalë sa kam. Kaq e shkurtër është kjo fjali, por që mua mu desh mbi 15 ditë, po themi, për t'i dhënë përgjigje. Sepse deri në atë kohë, realisht, nuk e kisha bërë pyetjen vetes se çfarë doja vërtet. Dhe takoj plot njerëz të cilët në 5 minuta nëse i bën 2-3 pyetje se çfarë duan, asnjëri nuk e ka një përgjigje të saktë se ç'është ajo që do. Thjesht thonë që dua lek, dua një shtëpi, dua një makinë, dua të krijoj familje. Po janë gjëra sipërfaqësore, nuk janë specifike. Dhe kur njeriu nuk i di gjërat që do, ti doj specifikisht, atëherë është pak vështirë që ti marrësh këto gjëra. Dhe kur e nisa në 2013 këtë projektin, kisha vetëm sa mendime të kristalizuara në mendje dhe asnjë gjë tjetër. Dhe me këto mendime, thjesht nisa çdo ditë të bëja diçka për të realizuar gjërat që doja. Por një gjë të bukur dhe të mençur që bëra atëherë ishte që vendosa për të realizuar një qëllim ose një objektiv aq të madh sa që do më duheshin ndoshta edhe 3 jetë për ta realizuar. Sidomos me gjendjen që unë isha në atë periudhë, gjendjen ekonomike, gjendjen emocionale, gjendjen familjare, që isha pothuajse në minus me të gjitha. Dhe ajo që vendosa ishte me të vërtet një gjë shumë e madhe për të realizuar, por e shkruajta dhe dokumentova tek libri im i parë, të cilin pas 6 muajve e nxorra, se në tetor nisi, po themi ajo koha 15 ditore që më bëra ato pyetjet, edhe bëra ato programin, dhe pas 6 muajve botova librin tim të parë. Librin Si të investosh te vetja jote. Dhe fakti pse e botova atë libër
ishte e para të dokumentoja mendimin tim që e kisha në 2013, atëhere kur unë isha pa lek në xhep, pa mbështetje, me një familje të sapo shkatërruar, e plot gjëra të tjera negative. Dhe e bëra librin e para që të diferencohesha dhe e dyta ishte që të ruaja këtë informacion. Sepse sot, në 2025 që po e bëj këtë video, nëse nuk do ta kisha të dokumentuar atë libër, atëhere e gjitha kjo që unë po them sot nuk ka asnjë lloj vlere. Dhe të njëjtën gjë bëra edhe në 2017 kur bëra librin tjetër, e kështu me radhë tek të gjithë librat e tjerë që i kam botuar, janë ja 6 deri tani, të cilët nuk janë në shitje, sepse i kam vetëm për pjesën e programit dhe të platformës që unë kam. Por që dy të parët janë në shitje. I pari është si të investosh të vetja jote dhe i dyti është si të zbulosh talentin tënd. Arsyeja pse i bëra shitje librat nuk i kam bërë që ti shes dhe të bëj milioner, siç ka ndodhur, po themi, me shumë autor, të cilët kanë bërë një libër dhe nëpërmjet librit janë bërë milioner. Unë librat i bëra për të dokumentuar njohuritë e mia që kisha atëherë dhe specifikisht këtë informacion. Dhe është një shifër që është shkruar në librin e parë që thot 77 miliard. Sepse qëllimi dhe objektivi im atëherë ishte i frikshëm të mendosh që dikush të mund të arrijë këto shifra në të ardhmen. Do thoni ju sot në 2025 a e ke arritur këtë gjë? Jo, nuk e kam arritur. Por ajo që kam arritur është ndërtimi i një sistemi që sot mund të prodhoj 1 milion euro në një ditë, ose në një orë, ose në 9 minuta, si që prodhon sot Facebooku. Sot Facebooku në 2025, në 9 minuta, më fali, në 9 sekonda, prodhon 1 milion euro. Se të gabim, 9 minuta? Po, jo, më fali, jo 9 sekonda, gabim. 9 minuta, mire kisha. Në 9 minuta fiton 1 milion euro. Dhe të njëjtën gjë do të ndodhi me panairin online në jo më shumë se një vit e pak. Sepse është dashur shumë punë që të ndërtohet ky sistem, i cili sot funksionon 100% dhe e ka vërtetuar që gjeneron të ardhura. Dhe që nga gushti i këtij vitit kemi nisur programin 100 Video Plus. Në nëndor filloi grupi i dytë dhe në janar do filloi grupi i tretë i personave të cilët janë duke zhvilluar një biznes online nga zero dhe me kosto zero. Dhe platforma më e re që është lançuar para pak ditësh është Oferta Festa, e cila në kohë rekord brenda javës arriti të ndërtoj një sistem dhe mbi 20 klienta. Gjë që mua, kur e kam nisur për herë të parë në shtator të 2019-s platformën që doli online, më është dashur një 6 muaj që të gjej, po themi, 2 klienta që të më paguajnë. Klienti i parë më ka paguar vetëm për të më stimuluar, ndërsa klienti i dytë më ka paguar një shumë simbolike, 10.000 lekë të vjetra. Kështu që Panairi Online tashmë ka arritur në atë nivel që të jetë një rrjet social për bizneset, një rrjet social i dedikuar, i cili brenda 24 orëve të krijon një sistem marketingu që funksionon 100% pa qenë biznesi pronari, po themi, prezent, dhe pa qenë e nevojshme që të jetë IT dhe programues, sepse është platforma
që organizon të gjithë atë që quhet sistem marketingu, jo thjesht marketing, sepse bizneset sot në 2025 nuk kanë më nevojë për marketing, por kanë nevojë për një sistem marketingu, i cili sjell klienta real. Bizneset duan klienta, nuk duan dukshmëri. Duan të ardhura, nuk duan thjesht klikime. Dhe këtë gjë ka bërë Panayri Online. Kjo është ajo që unë e nisa në fillim, e nisa në 2013, por mu deshën në 12 vite për ta realizuar. Dhe këto mendime që po ndaj me ju, dhe këto gjërat që kam realizuar deri më sot, nuk kanë ardhur rastësisht. Nuk është çështje fati, që dikush sot mund të thotë që po Muhamet Bishga, bravo, kishte fat, ja nisi atëhere që herët, atëhere ashtu, atëhere kështu. Jo, e gjitha kjo ka ardhur për shkak të një pune të pandalshme çdo ditë. Pra çdo ditë kam qenë aktiv edhe me pushime kur kam qenë, prap nuk e kam ndërprer punën, kam punuar minimalja 3-4 orë. Në mbasdite, në darke. Kam bërë plazhin dhe në darke jam ulur dhe kam punuar. Kur familja është rrirë për gjumë, unë jam ulur dhe kam punuar. Dhe ka patur me qindra raste të tjera që e kam gdhirë gjithë natën dhe kam punuar dhe të nesër në mëngjes kam dalë përsëri në punë sikur nuk kishte ndodhur asgjë, sikur unë kisha fletur normalisht 8 orë. Pra i bie që të kem punuar, po themi 20 e ca orë, po themi minimum 24 orë, pa ndërprerje. Sepse nëse njeriu do që të realizojë gjëra të mëdha në jetë, duhet të punojë pa u ndalur derisa ta realizojë atë që ka menduar. Dhe një gjë interesante që kam shkruar tek libri i parë është një shprehje që është edhe motoja ime në lidhje me këtë platformë që kam krijuar. Dhe shprehja thot: mblidh rreth vetes njerëz me aftësi dhe mundësi më tepër se sa ti dhe orientoj drejt një qëllimi primar ku gjithsecili të realizojë qëllimin e vet. Dhe pikërisht kjo është ajo që jam duke bërë tani në 2025, sepse tani është momenti që të mbledh rreth vetes njerëz me aftësi dhe mundësi më tepër se sa unë dhe t'i orientoj drejt një qëllimi primar, që është platforma e Panayri Online, e cila të bëhet një platformë globale në të gjithë botën për bizneset e vogla dhe të mesme, por gjithë secili nga këta persona që do t'i bashkohet këtij projekti dhe kësaj platforme do të mund të realizojë qëllimin e vet. Dhe qëllimi i vet mund të jetë një biznes online, mund të jenë të ardhra pasive, mund të jetë përfaqësia për një shtet, mund të jetë çfarëdo qoftë ajo që ai do në lidhje me punësimin online, vetë punësimin online, hapjen e një biznesi online, hapjen e një agjencie marketingu, të gjitha këto i ofron sot Panayri Online. I ofron të gjitha në një vend të vetëm. Dhe pikërisht jam duke zbatuar këtë thënie. Dhe në mendje që nga dita e parë deri më sot kam patur këtë thënie. Thjesht tani ka ardhur momenti që kjo të realizohet në praktik. Dhe aktualisht janë rreth 5 persona që i janë bashkuar këtij programit, këtij projekti. Dhe në këto momente që po flasim, janë duke u zhvilluar minimumi 5 agjenci marketingu: Rinova Marketing, Agon Marketing, Soma Marketing, Kroatia Marketing dhe Stellar Marketing. Është edhe Mog Marketing, po që është çik në hije. Dhe platforma më e re që është Oferta Festa.
Dhe siç janë këto agjenci marketingu, dhe siç është platforma Oferta Festa, do të zhvillohen me qindra platforma të tjera nëpërmjet platformës së panelit online, e cila i realizon brenda 24 orëve. Thjesht duhet dikush që të qëndroj pas këtyre platformave. Kam krijuar një grup në WhatsApp dhe aty janë mbledhur diku tek 60 persona të cilët kanë kontaktuar për punë online ose për një workshop falas që unë kam ofruar. Në të ardhmen do të ofrojmë edhe një workshop falas për përdorimin e Canvas dhe CapCutit, sepse duam që të selektojmë persona të cilët vërtet duan të kenë diçka të tyre, vërtet duan të zhvillojnë një biznes të tyre online. Jo të vetë punësohen, jo thjesht të vetë punësohen online, jo të punojnë për dikë tjetër, por të punojnë për veten e vet, të kenë diçka të tyre. Sepse është më mirë të krijosh partner se sa të krijosh punëtor. Është më mirë të kesh njerëz që të qëndrojnë në krahun tënd se sa ti të, po themi, të jenë poshtë teje. Të paktën ky është parimi im. Unë këtë gjë dua të bashkëpunoj. Shpesh mentori im më ka kritikuar duke më thënë pse nuk punëson njerëz. Nuk është problemi tek punësimi, nuk është problemi tek rroga. Problemi është që këta njerëz, sado që ti të investosh, këta njerëz do të largohen një ditë. Dhe këta njerëz e fikin trurin në orën 4. Dhe unë nuk dua të bashkëpunoj me këta njerëz, por dua të bashkëpunoj me njerëz me vizion, të cilët të duan të kenë diçka të tyre, të duan të jenë ata drejtuesit, të jenë ata që ta vendosin pikën mbi, dhe sigurisht mund të jenë ata që ndoshta duan të ndërtojnë një staf, një ekip, si të dëshirojnë ata. Por unë kërkoj personalisht partner. Dhe është më mirë të bashkëpunosh me persona që janë në një nivel tjetër mendimi dhe frekuence, pra në nivel më të lartë mendimi dhe frekuence, se sa këta që janë në nivelin bazik që thjesht mendojnë për një punë në një rrogë bazë. Nuk kam asnjë gjë ndaj rrogës bazë edhe punës bazë, sepse ka plot persona që mund të paguajnë 5.000 euro, 10.000 euro në muaj edhe paguajnë goxha mirë. Çështja është që unë personalisht jam duke kërkuar persona që ti sponsorizoj që ata të ndërtojnë diçka të tyre. Sepse do doja shumë, po shumë, në 2013 të ishte një person si puna ime, i cili të mund të më ndihmonte dhe të më orientonte që unë këtë gjë që e ndërtova për 12 vite, të paktën ta ndërtoja për një 6 vite, për një 3 vite. Do të isha shumë i lumtur sepse më kanë ikur shumë vite, por çështja është se nuk ekzistonte atëherë një gjë e tillë. Edhe mua më deshën shumë vite për ta ndërtuar një sistem të tillë, sepse isha i vetëm. Ndërsa sot, nëpërmjet programit që unë kam ofruar, brenda muajit një person mund të fillojë të gjenerojë të ardhura nëpërmjet sistemit që unë ofroj. Dhe maksimumi për 6 muaj ai të ketë krijuar një super biznes, një super brand dhe një super agjenci e cila do të bëjë menaxhimin e brandit. Dhe personi në vetvete të jetë i pavarur ekonomikisht, ku të ketë të ardhra pasive dhe kohë të lirë. Kjo është ajo që unë kam investuar për 12 vite. Këto janë disa nga mendimet që doja të ndaja me ju. Do doja shumë, ju që do ta shikoni këtë video, të bëni komente dhe të më bëni pyetje, sepse në bazë të pyetjeve që do më bëni, unë do të krijoj pastaj një pyetësor për video të tjera që do të bëjnë të ardhmen. Kjo ishte thjesht një bisedë e lirë, pa letra dhe pa asnjë lloj shënimi.
thjesht një bisedë nga zemra me veten time dhe me ju që po e dëgjoni këtë video, pavarësisht kohës që kur do ta dëgjoni. Ndihem i lumtur që ndava këto mendime me ju dhe shpresoj që të kem motivuar sadopak për të marrë një vendim dhe për të ndryshuar të ardhmen tuaj. Nëse doni të ndryshoni të ardhmen tuaj, vetëm ju e keni në dorë. Dhe vetëm mendimi juaj është ai që mund ta bëjë këtë ndryshim. Hapi i parë është të krijoni një mendim. Sepse në momentin që keni krijuar një mendim të kristalizuar, atëherë është thjesht çështje kohe që ky mendim të vinë në realitetin fizik. Është thjesht çështje kohe, pra që ky mendim të vinë në realitetin fizik. Në 2013 ju thash që kisha thjesht një mendim të mirë menduar të asaj se çfarë doja të realizoja. Kisha plot gjëra që nuk i dija. Dhe ideja fillestare që kam patur në lidhje me panarinë online, sigurisht që me kalimin e kohës u përshtat në lidhje me gjërat e reja. Atëherë nuk ekzistonte AI, sot ekziston AI. Inteligjenca artificiale sot po bën nami. Dhe në vitin e fundit që po e përdor inteligjencën artificiale, edhe unë kam ndryshuar shumë, sepse kam mësuar shumë gjëra që më përpara nuk i dija. Edhe juve, nuk duhet që t'i dini të gjitha sot. Ajo çka duhet të dini sot është të doni të krijoni diçka tuajën, pra të krijoni një biznes tuajën online, që nëpërmjet këtij biznesit të krijoni të ardhura pasive dhe kohë të lirë. Dhe nëse merrni vendimin që të investoni minimumi një 6 orë në ditë për të mësuar aftësi të ndryshme, të cilat kanë të bëjnë me biznesin online, atëherë kaq ju duhet që t'ia nisni. Pjesa më e vështirë është të mendosh. Njerëzit, 99% të njerëzve, më mirë vdesin se sa ulen të mendojnë. Është shumë e thjeshtë që t'i mblidhni mendimet tuaja. Merrni një laps, merrni një letër, vendose lapsin mbi letër edhe shkruaj mendimin e parë që të vjen. Nisja me atë pyetjen, çfarë dua? Çfarë dua? Çfarë dua të bëhem? Kush dua të jem? Çfarë dua të kem në pronësi? Sa dua të fitoj? Shkruaj shifra konkrete. Çfarë dua të ndryshoj? Në jetë, në shtet, në familje, në botë, që është një gjë që doni ta ndryshoni? Ajo që unë doja të ndryshoja në 2013 dhe që e kam ndërmend ta bëj në të ardhmen është të ndikoj në ndryshimin e sistemit shkollor, i cili ka mbi 50 vite që ka skaduar, dhe këtë nuk e them vetëm unë, por e thon me qindra të tjerë. Dhe unë këtë gjë e kam identifikuar në 2013. Dhe kjo gjë sot vazhdon të ekzistojë e tillë, një sistem shkollor i cili nxjerr njerëz të paaftë për jetën, për tregun e punës. Një sistem shkollor i cili nuk të mëson çfarë është leku, çfarë është financat, si gjenerohen të ardhurat, si mund të zhvillosh një biznes. Këto gjëra nuk mësohen. Ajo çka të mësohen është se si të punosh për dikë tjetër. Por sot, me teknologjinë, gjërat kanë ndryshuar. Me sistemin që unë kam ndërtuar, më besoni, në të ardhmen, kjo gjë do të jetë shumë e veçantë.
shumë e veçantë. Sepse unë deri më sot, me sa kam informacion, nuk kam gjetur një program i cili në një kohë shumë të shkurtër, themi brenda një muaji, pa investuar asnjë lek, të mund të jap ty mundësinë që ti të gjenerosh të ardhura. Në të gjitha platformat, po themi network marketing që ekzistojnë sot rëndomt në Shqipëri po dhe në botë, duhet të blesh, të investosh sa lek, të blesh një paket dhe pastaj çdo muaj duhet të investosh që ti të kesh të drejtën të shesësh ato produkte. Dhe në fund të ditës, të muajit, të vitit apo të viteve, ti mund të kesh ndërtuar një lloj networku, por ti je i varur gjithmonë nga kompania. Nuk është brendi jot, nuk është marka jote, nuk është produkti jot, nuk mund të ndryshosh çmimin, e shumë gjëra të tjera. Ndërsa kur ti e ke biznesin tënd, agjensinë tënde, produktin tënd, shërbimin tënd, ti e shet sa do, si do, kur do, bashkëpunon me këdo, dhe nuk je i limituar. Çdo njeri në botë ka mundësinë të ketë një biznes. Do thoni ju pse të gjithë do bëhen biznesmen? Gjithsecili e ka mundësinë, nuk thash që çdo njeri mund të bëhet. Sepse gjithmonë do të ketë njerëz të cilët do duan të punojnë për dikë tjetër. Jo të gjithë do duan të kenë biznesin e tyre. Ka plot njerëz që thotë, unë dua të jemi qetë, dua në orën 4 të vete në shtëpi dhe të pushoj. Sepse nuk duan të marrin atë riskun që mund të jetë 3 muaj, a 6 muaj, a 1 vit, a 3 vite për ta ndërtuar këtë biznes. Sepse biznesi në fillim ndërtohet dhe pastaj ai të paguan për gjithë jetën. Nëpërmjet sistemit që ne kemi krijuar, e bukur është sepse kjo është një gjë që automatizohet. Edhe shumë gjëra i bën sistemi, nuk i bëjnë njerëzit. Por edhe nëse i bëjnë njerëzit, thjesht ata mund të paguhen edhe e bëjnë punën shumë herë më mirë, sepse është një sistem që i kontrollon, jo individi. Sado i mirë që të jetë një individ, ai mund të gabojë, kurse sistemi nuk lejon që të gabosh. Dhe sistemet janë ato që ne i quajmë biznes. Kur ne themi që filani ka një biznes të suksesshëm, çfarë do qoftë ai biznes, në të vërtetë biznesi është një sistem. Fiks fare do të themi ka një sistem pagese. Pra ka ndërtuar një sistem që gjeneron të ardhura. Ky është biznesi në vetvete. Dhe biznesi që gjeneron të ardhura pasive është ai i cili funksionon në mënyrë automatike. Njerëzit vinë dhe ikin, por sistemi qëndron i pandryshueshëm. Biles sistemi evoluohet me kalimin e kohës dhe bëhet aq i fuqishëm saqë nganjëherë edhe sikur të duash ta shkatërrosh, nuk e shkatërron më dot, sepse ai është bërë autonom. Dhe janë interesat të tjerëve pasaj që ty nuk të lën më që ta shkatërrosh. Është interesante një histori që më tregoi dikush, kishte një trashëguar një biznes shumë të fuqishëm dhe donte që ta falimentonte. Dhe çfarë bëri? Vendosi çdo punëtori vati dhe i çoi një karrige që të ulej, me idenë që të ulte rendimentin e punës. Dhe punëtorët të gjithë thanë, wow, sa shumë na do ky, që ky kujdeset për ne që mos të lodhemi shumë dhe automatikisht u rrit rendimenti i punës. Dhe shumë pengesa të tjera, por ishte diçka me dyert, se s'po më kujtohet mirë. Dhe në vend që biznesi të ulej, ai, domethënë të shkatërrohej, po themi, ai u zhvillua më tepër. Pse? Sepse
ishte ndërtuar një sistem i tillë që edhe të duash ta shkatrosh nuk ka shkatruar botë. Miqtë e mi, ju uroj një mbrëmje të këndshme dhe shihemi në autopodcastet e tjera që do të zhvilloj. Dhe besoj nga janari do të kemi dhe podcast me të ftuar nga sipërmarrës të ndryshëm, të cilët janë pjesë e platformës të Panelit Online, janë ata të cilët më kanë besuar në këto vite që e kemi zhvilluar Panelin Online. Por edhe persona të tjerë të cilët kanë një histori suksesi për të ndarë. Dhe në historitë e suksesit, ato që janë më të rëndësishme janë dështimet. Ndoshta në podcastin tjetër, autopodcastin tjetër, do të flas për dështimet e mia. Sepse me të vërtet nga 2013 që kam nisur deri më sot që po flasim, kam patur shumë dështime. Dhe pas çdo dështimi ka patur një ringritje. Natën e mirë, Zoti ju bekoft dhe mos harroni bëni komente, bëni pyetje që ti komentojmë në autopodcastin tjetër.